Jam sërish në skenë në skuadrën e Jonida Maliqit, gati për një tjetër dyshe. Për një tjetër dyshe mes meshkujsh. Ndaj unë vendos përballë Rolandit, Besarbin. Rolandi kundër Besarbit. Larger than, bigger than, living hopes and dreams. Paza të javë ishte mjaft emocionuese, mirë po kjo rezultoi suksesshëm për arsye se e kalova dhe jam mjaft i lumtur për këtë dhe tani gjendem domethënë në një fazë tjetër mjaft vendimtare, duke ditë që nëse e kaloj këtë do të jem në netët live, e cilat janë është një ndër ëndrat e mia për The Voice, domethënë të jem pjesë e netëve live, edhe shpresoj që do e kaloj edhe këtë fazë, megjithëse është mjaft e vështirë, por do ja dal. Si thoni ju, super, bra! Je futur brenda karakterit. Edhe kënga është pozitive. Duhet të jesh edhe veti pozitiv. Bravo! Super, bra! Në gjë që pashte Besarbi, mos gaboj. Besarbi, po. Besarbi e mendonte frazën. Po. Mendonte dhe bukur. Ka intuit artistike. Jashtëzakonisht. Më ka pëlqyer jashtëzakonisht. Po mendoja ta kapja në ndonjë moment, po s'kapa asgjë. Ishte top. Largënden, i mbështetur, se tikën aty, i mbështetur. Mund të rish një moment pauzë, se sa energji harxhon kështu. Në këtë sfidë nuk do doja të isha me Ardionën përballë, për arsye se e kemi krijuar një miqësi mjaft të mirë, duke ditë që të dy jemi nga Kosova dhe mendoj që nuk do të jem me të dhe shpresoj. Ndërsa personi me cilin do doja të jem në këtë sfidë, mendoj që është Rolandi, për arsye se kemi dy zhanra të ndryshëm të muzikës, edhe mendoj që do të jetë një sfidë mjaft interesante. Jam shumë i lumtur që kalova këtë fazë, po njëkohësisht edhe ndërgjegjshëm se sfida vazhdon të bëhet edhe më vështirë. Në orkestër do jetë tjetër gjë. Po, nga që edhe s'ishte. Mënyra se si ti e këndove e tregove atë pjesën e tenorit tënd. E bëre pak si më klasike dhe mua më pëlqeu sepse tregove individualitetin tënd në këngë. Rolandi e vlerësoj për faktin sepse nuk e bëri këngën siç kam dëgjuar unë News, që është një nga grupet e mia të preferuara, por e solli në stilin e vet klasik dhe unë e vura re pjesën e tij klasike që e ka me aq sa pashun e ka të pandalshme. Prandaj na u desh edhe në kohë që në refren të shpërthente si i shkon atij për shtat, për mbar me vokalin që ka. Ashtu. Jo mbarove pjesën tënde edhe pastaj jo, derisa të mbaroj materialin muzikor aty në gjendje. Pavarësisht shoqënisë që kena krijuar brenda grupit, besoj që në këtë sfidë do të jem me Kaltrinën, edhe mendoj që në këtë sfidë nuk kam me kënd me Andin. Here's your story, let's begin. What is fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. Welcome to a brighter day. Don't you know, it feels good to be alive. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, to the moon and reach for Mars. You know you could. Times are changing everywhere, and do we dream and do we dare? It's up to the door is open wide. Feel the rhythm of today, learn the part and join the play. The world is here, let's take it for a ride. You could be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, to the moon and reach for Mars. You know you could. Larger, larger than, bigger, bigger than, living hopes and dreams. Every boy
be larger than life, bigger than the world, living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You can fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted. You can fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted. You know you could. Fandelisin. Paranoia is in bloom. The PR transmissions will resume. The try to push drugs, keep us all them down, and hope that we'll never see the truth around. Another promise, another seed, another pack slide to keep us trapped in greed, and all the green bells route around our minds, around this red tape to keep the truth confined. Changing mind control, come let the revolution take its toll. If you could make a switch and open your third eyes to see that we should never be afraid to die. Rise up and take the power back. It's time the fat cats had a heart attack. You know that their time's coming to an end. We have to unify and watch your flag sound. Rolandi kundër Besarbit kënduan dy super këngë. Si të dukën ty si dritë? Besarbi më dore shumë knajtësi, është shumë i sakt, improvizon në skenë, për hir të vërtetës falseti nuk ishte arma atje fort, po pak rëndësi ka kjo, më ke knaqë djallë. E kam shiut totalisht performancën tënde. Rolandi është stoik, është ai metalari, rockeri, i thekur që s'heq dorë nga stativi, e kuptove se qaj i mangësove vetes. Qëndroj gjithkohë statik, momentin që s'pate më të ndoje, morre stative dhe publiku shkriftu direkt. Ishte dashur ta bëhe gjatë gjithë këngës. Jonida. Mund të them që me Besarbin ka qenë që në fillim shumë e lehtë punoja me të, se e ka me dëshirë të madhe, herë të jep mendime, të jep idet për këngët që i parapëlqejnë, improvizoi dhe këtu sot në skenë, gjë që nuk e ka bërë asnjëherë në përprova. Dhe më befason energjia e tij. Pastaj Rolandi duket që vjen nga akademia, ka një disiplinë artistike, qëndron gjithmonë super korrekt, madje unë tentoja vazhdimisht që ta të ishte pak më i lirshëm. Megjithatë me gjakt ftohtësi, unë do doja të vazhdoja me Besarbin, më vjen shumë keq Roland. Besarbi qëndron në The Voice